Aktualisht në klinikën e onkologjisë nuk kryhen analiza për tumor markerët. Sipas drejtorit të fondit shëndetësor, kjo nuk paraqet rrezik për pacientët, sepse vetëm 200 metra larg onkologjisë në Institutin e Biokimisë kryen analizat e njëjta dhe pikërisht aty realizohet edhe pjesa më e madhe e tyre. Deri tani në këtë institut janë bërë rreth 50.000 analiza të tumor markerëve. Sashoklikovski theksoi se numri më i madh i analizave lidhen me prostatën, me mbi 65 testime të kryera deri në shtator, ndërsa për kancerin në vezore dhe kancerin e gjirit janë kryer mbi 20.000 analiza. Dali može podobë? Da. A mundet më mirë? Po mundet më mirë në dy drejtime. E para duhet të ketë udhëzime të qarta për pacientët, kur laboratori nuk ofron shërbimet e kërkuara, pra të mos shëtiten pacientët, dhe e dyta duhet të racionalizohet përdorimi i tumor markerëve. Theksoj se pjesa më e vogël e këtyre tumor markerëve përdoren për diagnostikim, siç është analiza PSA e prostatës, ku duhet të bëhen më tepër analiza. Deri në shtator të këtij viti në nivel shtetëror janë kryer mbi 230.000 analiza të tumor markerëve, ku fondit i kanë kushtuar mbi 2 milion euro. Nëse ka 2.500 pacient, kjo do të thotë se realizohen 10.000 analiza në nivel vjetor. Çmimet për tumor markere janë të ndryshme, pra këto rreth 250.000 analiza kushtojnë mbi 2 milion euro në shërbimet e faturave për fondin. Klekovski informoi gjithashtu gjatë brifingut me gazetarët se nuk ka vonesa në pagesat e kapitacioneve për mjekët AM, të cilët janë rritur me 33%. Ai theksoi se edhe pagesat për pushimin e lehonave kryhen rregullisht.